Duket qartë se prajmi i ditës sotme nuk do të ketë vetëm një zjarr të zi, por sipas aludimeve do të jetë një ngjarje mjaft e këndshme e cila do të ndesë dritat e gjithë shtëpisë. Mateo në dhomën e rrëfimit, pas një sherrri që bëri me Rogertin, një përleshje e cila u debatua shumë dhe u përdorën fjala shumë të pista, ka bërë një kërkesë shumë prekse në dhomën e rrëfimit. Siç e pam në festën që u zhvillua në Big Brother me këngët e Gjestit, Brikena po i qëndronte shumë afër Mateos deri në një pikë që e vëzhguan të gjithë banorët dhe ajo detyrua të largonte atë me forcë. Por duket se Mateo e ka ndarë mendjen se çfarë ka në plan të bëjë me të. Në dhomën e rrëfimit, ai ka shkuar i vetëm dhe ka filluar të rrëfejë të gjitha ndjenjat që ka për Brikenën. Dhe në fund ka kërkuar diçka mjaft prekse e cila mund të zbukurojë shumë shtëpinë. Ai ka kërkuar një unaz. Nuk ka dhënë më asnjë shpjegim. Pra duket se Mateo mund t'i bëjë ndonjë propozim Brikenës. Ndoshta kjo do të jetë një natë e errët për shkak se kemi zjarr të zi dhe mund të sulmojë një nga banorët, ose ndoshta mund të jetë një nga ditët më të bukura për të bërë një dasmë në atë shtëpi, por normalisht në qoftë se Brikena do të pranonte. Siç e kemi parë, Brikena është treguar shumë e ndrojtur dhe e mbyllur dhe kurse nuk ka lënë futje në ndonjë djalë tjetër në marrëdhënien e saj me veten. Por, në qoftë se ai do të pranonte Mateon, shumë fansa do të gëzoheshin për shkak se i pëlqejnë shumë se si duken ata të dy bashkë. Një mbrëmje një dasëm, siç e dim, thyen çdo shikueshmëri dhe do të ishte edhe një lojë shumë e këndshme për dy banorët për t'i sjellë më afër çmimit të madh. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë ngjarje? A mendoni se do të kemi një dasëm sonte në Prime në Big Brother 5? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.